Ky është zërim. Unë kisha 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë. Djali më vdiq, beta me 2 çupa. Çupën e madhe martova unë, iku në punë të saj, beta me këtë të vogël. Me këtë të vogël u lidha jashtë mase. Po kur që u lidha me jashtë mase, u lidha jashtë mase, që asaj të madhes nuk ja varja fare. Dhe çdo lekë që i merja ja nisja vajzës, asaj të vogël. I merja ja nisja vajzës. Tani në fund fare, në mars tani, më vdik plaka, që mbaja një plakë. Ja gjithë lekësi që punoja këteja dhe se kishim për me fjalë që do rrim bashkë, do jetojmë bashkë, do më mbaja jo. Më vdik plaka në mars, mua një plakë tjetër që kisha këtë poshtë, edhe kërkoja punën, nuk më merrte njeri në punë. Edhe këtë punën këtu, më pa njëra që po lypja në një dyqan, i kërkova bukë. Dhe isha pa bukë, se s'kam njeri këtu. Edhe i them vajzë që të bëj, i thash se mua nuk po më merr njeri në punë, se më thonë që je e madhe. Unë tha, pse qa do në mua ti, më tha mua. Po si e kemi lënë bashkë me i bi, i thash, nuk e kemi lënë që do rri bashkë me i thash. Jo, tha, nuk të baj vëtë që nga këtu, tha, se mua tha, nuk më lë francezi, tha, do të marrë dhe ty të mbaj të fëmi me ty ke mama e, thash, po s'më merr aty ti, thash, më pagoj një shtëpi me kira ati në Vlori, thash, se rri në Vlori, mi thash. Me kira, dhe të pagon ti kirani. Jo, tha, s'kam leku, tha. Nëse bëm ca llafe, i bëm të rënda të llafe, më mbylli dhe ajo telefonin, iku telefoni, iku ajo. Kjo tjetra më mërzitë, se kjo tjetra e dinte se unë kisha lek në bank, e si ajo mu që atë të tre mos pas djathë shumë. Në fakt, kjo e madhja dhe ka të drejtë, fakt, nuk më ka bezdishtu. As i kokër karamelje nuk më ka kërkuar e madhja. Po nuk i thoshja dhe të drejtën, se më thosh gjithmonë e madhja mama. I lek për vete, ndihmoj, nuk se mos e ndihmoj, po i kënë ti lek për vete, po e këtë usukja fare, unë ja i pjasaj. Në fakt, unë ja i pjasaj dhe i thoshja. 500 i vitë banë të të ke mamaja, edhe 500 ani. Kështu, unë e dhja se mi kishe kjo 500 qenë muaj, unë nuk e dhja se i kishë mërën dhe 500 qenë. U martu ajo që të ti, bërin dhe 2 fëmijë, e më hëndri lekët mirë dhe ngrit e iku në Francë, edhe i them që si do bëjtë. Jo, me ma s'ke më punë ti, tha i të ka jo tjetra, më ti po unë që ti dash lekët, ti thash, nuk e dash asaj tjetër. Unë atë tjetër me qatë të i forua ti ti flashën në qëtë, se unë e kam bëjnër jashtë ma se atë i thashë. Unë sikur se kam pasur time në atë vajzë, se bëra unë sikur ja i gjeta burit të atë vajzë. E nëjse unë zume u grime, mori vesh kjo e madhja, pastaj as kës më fletë. Se më ke gjimër të mua, qa isha unë për tyja. Me të drejtë, kjo e madhja me të drejtë. E gjeje një qobanin që theti në Instagram, edhe i shkruje, e një kam një problemi, thashon, dhe unë tua i thashon që të bisetoj me tyja, i thashon. Po më tha më këmë, më me të shkruje këma. Po më thotë, ma kjo do t'japë të numrin e telefonit dhe do marrësh nesër të më thotë. Më dhaj një numër telefoni, mora më të nesme, më dalit sa qupa aty. Më se ma pire qupa dhe më i duha e një ti thashun. Sa që të flasës me një ti tha ti duhet të pagosh 100 euro shëta. Kjo. Si ta pagoj me di se unë jam në Greki, nuk di, tash më mësoni. E më thani o Meria, nuk ta di, unë më dhanë atë kartën e identitetit të djani. I pagova dhe ato, edhe më fola me një, pas një javë, pastaj fola me. Edhe më thotë e një mua, po qa problemi ke, i ka këtu problemi. Mirë më tha, po do të vi vajza, më tha, vajza mua më ka blokuar me vi, po ta gje unë vajza. E më thotë mua kjo mirë, më tha. Gjenë do të një njeri ti më tha mua, që ta vëm atje për balë. Më po njërës të gjejë, unë i të shumë, po shma beti si do dalim atje për balë. Ti gjeje njeri, unë më tha mua, kjo tha se ti unë tha, si e regulloj mua betin atje. Kërkoja nuk më vinte njeri, më thosh më unë të prishun imazh, Edhe këtë djali që ka dalë ati që më për mua ti, e disa leki kanë dhëmë të unë. Nesa, lautike, se vetë shumë tha.
Eni, më takoj, unë edhe mbaroj puna ime. Qarlafisht të bukra, qarlafisht të mira. Nga ana ime ngremi jap lekun kësaj. Jap një 500 që të them të drejta. I them unë, Eni, i thash unë, pranon një kafe pita, po të kesh dëshirë ti dhe kështu, ha? Pranoj, thash si pranoj. E nëjse i mori kështu, papa. Thash, nëjse ja bëra dhe ma vetë, thash, Eni, thash unë, ma nuk unë merë njeri në puni, thash, unë kam gjelë rrugëve të Grekisë, dhe tani që do iki, thash, unë do lypë, ja për shpita të djalit kështu i thash, unë do lypë, thash. Ka ndaj të më zilësh punë, që ti ke Eni në këtu ti, Eni si ka lëm plakat kur për jashta, po që të them, moj. I thash, Eni unë do lypë, i thash, unë të thakshi, thash, po ato që do lypë, ty do të tërgoj, thash, unë vetëm ti më ndëparo puni, thash. Bashkës se 5 dite më marim ton telefon, të qupa. Eni Qobani mbaroj punë me qupën tënde dhe qupa jo të karën dakord që të dalin që do të gjenjë një shtëpi me qiranës në Vlorë e do të pagoj qiranë. Urimet më të ndryshme unë edhe i thoshja, Eni, muajin e parë që të më dërgoj qupa janë të tuat. Më në fund fare më tha mua kjo thoi, Nik më tha mua kërkoje me anë ligjore. Po mirë mua deri tani më mashtruat në mua shumë, po çfarë ma do t'ju tëj? Apo priste lekeni nga muaj, thash. Mirë, i shku Eni Qobani, të më japi ato lekë që i kam dhënit, dhe do vete unë, i thash ta kërkoj me anë ligjore, i thash. Deri sa mua më bën blok, ja këtë më ka bërë Eni Qobani. Po ajo e madhja është e 80-ës. Për vete 50 vjetë se e madhja. Kjo e vogla është e 82-shë. 20 e carë. I e bërë gjyshe? Nga bërë gjyshe të mos dëmë se do bëjmë edhe së për gjyshe. Edhe mos jam bërë se mona një nip më fletë a i djali në qupës madhe. Edhe a i nuk di dhe mirë të flasi, se është majnë nuk di dhe të mirë të flasi, edhe gjusma mi thonë, nuk di dhe unë si të kja shpegoj, si të kja jalin, se dhe a i zdi, edhe kemi njëllë kështë, vetëm onë nga qapën mirje, edhe kur më shkruan, nuk ja kuptoj fare se qa thotaj. Edhe kur më fletë, nuk e kuptoj fare se qa më thotë. Të më japi lekër, të më dhe, edhe po të dojnë dhe të më bëjde me një panes, e ka mundësia jo dhe të më dojnë. Edhe kush ka mundësi, si kur e është një shpitë me panes, një shpitë vjetër, të më ndimoj, të më japi në Vlorë janë, kush ka mundësi, ka shqiptarët, edhe vjetër të jetë vetëm të fuskokën, se jam një nën e braktisku. Asaj vazhën së madhe nuk kam goj të flasë, se janë fajtore nga jasaj, pe asaj që për së vogël që më ka marrë lekët, i them të më dërgoj në një lekë, që të jetoj të unë si njeri, mos të dalë rrugëve të lype dhe. Se kam punuar për ato, nuk është se kam punuar, dhe kush ka mundësi të më ndihmoj me në një shtëpi, e ose dhe të vjetër të kemë vete. Ky është zërim.